Ma'muni ka qenë njeri Afgan. Ma'mun megjithatë i ka çu fëmijët e tij te edukatorit te mësuesi me eduku. Edhe fëmijët e Ma'munit një ditë zihen njëri me tjetrin. A di për çka zihen? Për çka e mend? Fëmijët e mbretit. Fëmijët e mbretit, jo këstin dhe mbretave të vogli, këto që i kanë kufit të vogli, pa ato që i kanë sundu dunjon, për shembull, sigur të thonë gjemt e Trumpit. Zihen njëri me tjetrin, se cili prej atinve po ja palon këpucët, sandalët, po ja bart mësuesit vet. Ka i ka thonë unë, janë ngrinë dhe Ma'muni ka vëzhgu, edhe kanë rënë pajtim, kanë rënë dakord, ka thonë ti kundrën e gjatë, unë e të majtë. Tash në klasë shka bëhet? Njëjtë, ama kundrën e vetë ja për mikrije mësuesit. Apo, cila është ajo, cila vepër? Pra atë pejgamberi Allahut nuk është prej meje, thot ai i cili nuk e nderon bllokun, dhe nuk është prej meje ai i cili nuk e mëshiron të vegjëlin dhe nuk ja din vlerën dietarit. Ka feja jonë.